I rikthehemi çështjes së paqes fiskale. Sot kryeministri Rama tha se paqja fiskale është një nismë që lehtëson qindra biznese. Do të bisedojmë për këtë çështje me Klodian Muçon për çështjet ekonomike. Mi mbrëmë atëherë një opinion i përgjithshëm për paqen fiskale. Mi mbrëmë, faleminderit për ftesën. Atëherë, në thelb është ndahet në dy faza, po le të themi mban dy nën çështje brenda. Aspekti i parë është falja e gjobave të prapambetura për detyrimet të prapambetura, nga ato çfarë janë para 2014 bëhen 0, ndërsa ato pas 2014 pastaj në vijim ka një sër aspekte që janë pagesa që shkojnë deri në 5% të detyrimit si taks. Në pjesa para 2014 përdorin në mënyrë pastrim të bilanceve, ato janë disa të ardhura që nuk do krijojnë asnjë në fakt. Nuk do argëtojnë asnjë, kështu që edhe bankat. Klodian, kemi një problem me dëgjimin, nuk vjen mirë zëri, megjithatë po bëj një pyetje tjetër. Qeveria thotë se kjo paqe fiskale e rrit formalizimin. Ç'mendon? Rishikimi i bilanceve të 3 viteve të fundit për te aspektin negativ që mund të depërtojnë paratë ekonomisë kriminale në ekonomi reale, bën në një farë mënyrë u jep mundësi bizneseve që të deklarojnë, le të themi çfarë kanë fshehur në të kaluar pra informaliteti, dhe aspekti i dytë marrëveshja që për të gjitha ato biznese që kanë të ardhura mbi 18% që parashikojnë të ardhur mbi 18% në vitin pasardhës, në një farë mënyrë është informalizimi i ekonomisë, pra stimulon biznesin që të rriti deklarimet. Kështu që në një farë mënyrë, nëse do marrim na ky këndvështrim, po mund të ndikojë tek formalizimi i ekonomisë. Ka pasi debat lidhur me atë që me ndryshimin që mund të ketë, ose nëse ka ndryshim apo jo, midis paqes fiskale, kësaj pakete dhe asaj që ka pas qenë objektivi i qeverisë që nuk u realizua, amnistia fiskale. Rishikimi i buxheteve për 3 viteve të fundit për bizneset mbi 10 milion lekë, në një farë mënyrë është diçka e ngjashme deri diku me amnistin, sepse ti u jep mundësi tashmë bizneseve, jo të gjithë personave, u jep mundësinë që të rishikojnë bilancet e tyre, dhe kjo me gjithë, domethënë duke pasur parasysh paragjykimi që kemi për shtetin shqiptar dhe në këtë rast, është që kontrollet ndonjëherë janë disa raste të pamundura dhe mund të depërtojnë ekonomi që gjenerohen nga krimi, paratë të gjeneruar nga krimi mund të depërtojnë në bilancet e kompanive. Kjo është frika më e madhe dhe kjo është ngjashmëria për sa i përket amnistisë, që u diskutua disa ditë më parë. Ndoshta është dhe kritika kryesore që vetë BE-ja apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin domethënë paqes fiskale. Faleminderit Klodian Muço, ekspert për çështje ekonomike, ne do të ecim më tej.